turizmi, ndimër, qa bëhet? Qa s'bëhet? Po qa ndimër më erdhi turizmi? Një panel fantastik. Sezoni. Floresha Skëndo, një ekspert e shkëlqyer. Unë kam shumë qef. Ka ngrënë virozën e Bardhazisë. Jam i sigur që edhe ju do ta keni qef. Zak Topuzi, eksperti më i mirë në mendimin tim për turizmi, po të mos ishte Enrico në studio, do të thosha më i miri, po me që ishte Enrico, po rezervojemi qikë se hajtë merresh me Enrico Cekon pastaj. Ka dhe marrëdhëniet me jashtë. Po, është marrëdhëniet me jashtë. Enrico Ceko, një mik i stërlasht i emisionit Bardhazi, profesor ëngjëll biznesi i ashtetit, jo këtu në këtë tanët. E kupton, vete në përbot, u mëson atyre të përbotës. Kam përshtypjen se unë jam autori vetëm në Shqipëri që kam bërë një libër për menaxhimin në hoteleri turizëm. Parathënien e librit e ka... Ja sigur ta dija. Po unë se dija këtë, unë se dija, po vetëm nuhatja ime më qonë aty. Dhe afrimi imi dashur, ai është jashtëzakonshëm, nuk e di pse du fort. Ka grindë në Bardhazi, prandaj. Ka grindë. Ky është ama Bardhazis. Tani miq të dashur të kësaj studio që jeni më të mirë dhe bëhen xheloz dhe studiot e tjera. Po, kjo është vërtet. Këtë. Unë isha në Sarand dhe një buri mençur aty që ka shumë sukses në pjesën e restorantit, më tha, më duket se këtë vit do e humbim gushtin. Dhe kjo më therri në zemër. Ne trajtojmë turizmin, e kemi bërë turizmin, arsimin, fëmijët, e kemi bërë kështu tema tona. Ani ta humbim gushtin ne, do të thotë që kësaj t'ja japësh vetes bam. Edhe bum. Dhe i thash, po mirë, pse do e humbim gushtin, i thash. Tha, do e humbim gushtin, tha, sepse këta kryebashkiakët tanë të qyteteve bregdetare, në vend që të hapin parkingje, shtojnë trotuaret, dhe do vinë turistët. Ku do parkojnë turistët? Ku do qarkullojnë? Do e marrin makinën me vete ta fusin në apartament? Gjep. Si do qarkullojnë? Sepse Saranda blokohet. Vlora stër blokohet. Durrësi po Anagjore. Kë harruam tjetër? Himara po... Vetëm po ke harruar Elbasanin. Më thonë, do humbim gushtin. Zoti Elbasanin e kemi Blendi... gushtin Anixha. Do humbim gushtin. Ministri, ai është ministri, ja? Kush është ministri? Nuk e ndroi Ramat. Ai është akoma. Kush I është turizmit pra. Blendi pra, Gonxhe. Pse Gonxha ashtu? Jo, po eci shkëlqyshëm gjëra ato vlla. Je mirë, po ecën fort, na fal, se dinim kush ishte. Po se s'ka i pranon kritikat e ti, e di që ne as nuk lëkundemi fare. Problemi është do humbim gushtin, Zhak. Ti e ke këtë frikë? Rrezikohet kjo? Shiko çfarë ndodh, po të bësh një analizë. Diku 68% e të gjithë turistëve në Shqipëri vinë në rrugë toksore. Po. Dhe janë kryesisht rajonal. Dhe gjysma atyre që vinë me avion, pothuajse marrin makina me qira. Po. Për të vetëm arsye se nga survejt dhe nga të gjithë analizat e turizmit, pika më nevralgjike është transporti publik që nuk funksionon në Shqipëri. Po. Dhe mbetjet sigurisht që janë problem madhor. Na i bëjnë të uajt ato, si kemi ne. Të uajt vinë i marrin me vete. Ne nuk din të i managjojmë. Kështu që transporti publik, parkimi është një nga problemet kryesore, jo vetëm për këto, po Tirana një... Tani kryetarët e bashkive, nuk e kuptojnë këtë gjë që zjerojnë trotuaret, atë nuk të se kuptojnë. Problemi madhor është ky që turizmi është një strategji kombëtare. Aktualisht është prioritet. Por nuk shkon zhvillimi ecën përpara, ndërsa infrastruktura dhe gjithçka që duhet të shërbejë turizmit është inekzistent. Do thotë që ti dakord themi që nuk kemi një transport publik, nuk e kemi. Nuk e kemi. Nuk kemi rrugë që janë përveç këtyre që po na prishen, kemi ato rrugët që nuk ekzistojnë dhe që duhet lidhin dhe të ndërlidhin qytetet ndryshme. Kemi problematikën që nuk kemi infrastrukturë që ushqen këtë 10 milion turistë. Nuk ke infrastrukturë në burimet ujore, nuk ke infrastrukturë në ujit, nuk ke të dritave, pra ke një mekanizm të tërë që nuk funksionon në shërbim të këtij biznesi. Do humbim gushtin? Unë frikën e kam që do humbim edhe korrikun, se gushti me këto zhvillime që janë...